Dje ndoqa me shumë interes fushatën e tij në Tiranë me zgërmadhave të fadromave që polirojnë trotuaret nga shtesat e lokaleve. Të gjitha qasjet, kritikat, konstatimet dhe satira janë një prurje e re, por mbeten në nivel gazetaresk asgjë më shumë. Nga Flori, elektorati grip pret të shohë vizion për Tiranën dhe çfarë ofron ai me projektin e tij në këmbim të votës. Për këtë arsye do t'i këshilloja miqësisht dhe profesionalisht që sot të kthehet tek ajo gërmadhë dhe të nënshkruajë një kontratë publike. A është me pronarët apo me zaptuesit? A është për legalizim të ndërtimeve pa leje apo kundër? A është për kompensim apo për ndërshkim? A është për tenda, shtesa, çadra apo për çfarë saktësisht? A duhen liruar trotuaret apo shtuar tavolinat? A duhen arrestuar ata që lejuan apo ata që ndërtuan? A duhen mbyllur lokalet që kanë pushtuar hapësira publike dhe nuk i kanë në pronësi? Apo duhet lejuar të shtohen të tjera? Se çfarë ka bërë keq PS në Tiranë e din 10 milion shqiptar. Por çfarë projekti ndryshe ka Flori që të bind kryeqytetin se ai nuk është si kryetarët demokrat që kioskëzuan Tiranën, po aq keq sa edhe shtesat e kullat socialiste. Flori e ka shumë të thjeshtë të bind gjithë Tiranën, që është i pavarur duke nënshkruar një deklaratë publike tek noteri që 20 oligarkët e PDPS-s me emrat veçantë dhe publike nuk do të marrin asnjë tender apo leje ndërtimi. Të dalë në media të shprehet me emra për ata që kanë betonizuar Tiranën në kohën e Ramës, Bashës dhe Veliajt. Flori ka ende kohë të ndryshoj fushatën nga daljet për klikime në prezantimin si rival serioz. Ka ardhur momenti që ndonjë mik që ja do të mirën t'i sugjeroj dhe t'i bëjt qartë se lajket në rrjetet sociale nuk konvertohen automatikisht në votë. Shqiptarët të buzëqeshin dhe të thonë je çuni mirë, por kur shkojnë në kutinë e votimit nuk të besojnë. Dita e votimit po afron dhe fadroma do t'jenë aty edhe të nesërmen, duke zbehur të qeshurat dhe humorin e fushatës, si edhe duar trokitjet e atyre që i rrahin krahët artistit të talentuar. Kam frikë se gjysma e atyre që sot i bëjnë like e videove të tij, një ditë pas humbjes do thonë fajin e kishte Flori.